Zakonisht jeta është bërë shumë dinamike dhe ne ndoshta nuk takohemi me familjarët tanë çdo drekë së bashku apo çdo darkë. Por ka dhe nga këto raste që vllau me vllaun mbajnë një çikmëri sepse janë ngrindur ato dy kunatat e nuk ulen në tryeze. Po janë ndodhë që për hatër të festës Ramazanit, për hatër të muajit të shenjtë, bëhen bashkë në të tryezën. Tryeza e Ramazanit është një tryezë që edhe bashkon shpirtrat edhe pa marrë parasysh se çfarë të ketë ndodhur mes tyre. Para së gjithash duhet dihet që Allahu Dhul Xhelal nuk i pranon adhurimet e njerëzve të cilët nuk shkojnë mirë mes vetë. Po, besimtari nuk guzon domethënë më shumë se 3 ditë mos flas me vllaun e tij ose me besimtarin tjetër. Ramazani ka një ndikim shumë të madh domethënë në afrimitetin me njëri tjetrin dhe ka një ndikim shumë të madh domethënë në rregullimet e raporteve mes njëri tjetrit. Ajo që e gëzon besimtarin me ardhmën e muajit Ramazanit është pikërisht domethënë edhe fakti që shkaku i jetës dinamike i ndryshimeve të punëve, të termineve, të orareve, ndodh domethënë që kaloj 1, 2, 3 muaj domethënë të mos hamë së bashku iftar. Këtë akuzë kam edhe unë domethënë nga nëna, nga bashkëshortja, nga fëmijë domethënë ndodh që shpesh herë thonë a e mban mend kur ke ngrënë bukë me ne, ndërsa iftari na bashkon dhe alhamdulillah që na bashkon. E jo vetëm me të afërmit, po ka edhe një thirrje tjetër që është motiv për besimtarin për të na bashkuar edhe për të qenë edhe më e gjerë kjo sofër e iftarit, thotë i dërguari i Zotit, kush i jep një iftar agjëruesit e ka shpërblimin e atij. Imagjino, për shembull, unë kam agjëruar 8 ditën dhe kam shpërblimin e caktuar të agjërimit tim. Dhe nëse unë i jap iftar, do të thënë jam mundsoj një darkë, një personit i cili ka agjëruar, shpërblimin e atij do të thënë kam edhe unë. Dhe kjo bën që njerëzit do të thënë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit ta thrasin njëri tjetrin dhe të shpërndajnë sa më shumë iftar, do të thënë tek shoqëria, do të thënë në masë shumë të madhe, me të vetmin qëllim që të arrijnë shpërblimin e agjëruesit. Dhe sofrat e iftarit do të thënë bëhen edhe më të zgjeruara dhe bëhen edhe më të bukura në shoqërinë e njerëzve. Dhe është shumë normale do të thënë me dikën që e ndan bukën, me dikën që e ndan tavolinën, të afrohet edhe shpirti. Prandaj ashtu siç mezi e presim të vijë Ramazani, që të fillojmë domethënë të kënaqemi në iftar dhe të na bashkojë iftari, po aq edhe na mërzit domethënë fakti kur kalon Ramazani se pas Ramazanit ndodh që ato sofra të bashkuara domethënë të mos i kemi më deri në Ramazanin tjetër.